Në bibliotekën Marin Barleti në Shkodër është promovuar libri Kolana për mjetën pasqyrë vlerash, me iniciativë të vajzës së të nderit Mentor Çuku, autorit të disa botimeve, u realizua edhe ky botim që i kushtohet poetit Ndre Mjeda. Bëhet fjalë për një studim për poezinë e mjetës. Poezia mjetës është një ndër poezitë më të mirë në Shqipëri, Mjeda njihet për këtë, edhe studimi i saj i mateshëm është esencial për mendimin tim. Poezia mjetës ka edhe pikpyetje. Nuk kam hyrë tek pikpyetjet, por ato i kena bërë në mënyrë anestetike, janë të bashkangjituna në këtë libër. Du me theksuar është një ditë e veçantë dhe simbolike, 7 mars, dita e mësuesit, ku personaliteti i cili është edhe objekti edhe thelbi i këtij takimi sotni Mentor Çuku, ka kanë mësues përveç tjerave dhe jo më kot është lanë pikërisht kjo ditë. Është pikërisht momenti me prezantu veprën Mjeda Poezia. Është botimi më i fundit, i cili është iniciu, është realizu i gjithë me kujdesin e posaçëm të një bie, që në këtë rast është bija e zotni Çukut. Përveç botimit anastatik juveniljes mjedës, kam lëll një numër të rëndësishëm personalitetesh të cilët kanë ofru për lexuesin mendimet, qëndrimet e tyre, analizat e tyre në lidhje me poezinë e mjedës. Në këtë vëllim, albanologu i shuar Mentor Çuku vjen para lexuesit me një kolan të plotë të veprës së gjeniu të shekullit të 20 të Ndre Mjedës. Mjeda studioi për 20 vite në kryeqendrat më civilizuara të Europës, mori pjesë në Kongresin e Hamburgut të orientalistëve të 12 me 750 delegat, të gjithë shkencëtar, lingujist dhe albanolog, me të cilët pati kontakte e letërkëmbim. Veprimtaria e tij shtrihet në të gjithë Ballkanin, në Itali, në perandorinë turke, Europën mbar. Interesimet e Çukut shkojnë deri në Amerikë dhe Kanada. Pjesë e këtij aktiviteti të organizuar ishin shkrimtar, artistë dhe përfaqësues pushtetit vendor.